Bordi i transparencës për çmimin e naftës për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha nuk e lehtëson barrën ekonomike të qytetarëve. Në mbrojtje të oligopolit dhe interesave të qeverisë, ka nevojë për bord, për gjysmo taksat, vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia, pastaj le të guxoj kusht të shes 100 ark më shtrejt. Në një konferencë për mediat, kryedemokrati vijoi dhe akuzat për çështjen Balluku, duke pretenduar se Parlamenti dhe SPAK kontrollohen nga kryeministri Edi Rama. Se SPAK-un është në kontroll të plot të Edi Ramës. Këtë nuk kam dyshuar. Mëtej, Berisha u shpreh se është kërcënuar dhe prokurori i çështjes. Ky prokuror zbatoi ligjin, u kërcënua. Ky prokuror është kërcënuar në mënyrën më të egër, është kërcënuar nga vrasës të dërguar nga Lubi Balluku dhe Edi Rama. Kreu Demokrat lajmëroi mbajtjen e një tjetër proteste kombëtare, por pa treguar datën e saj.